Unë e pres që në fund të më ka me si muajt, apo fundi muajt, që ka dikun drejtësi të lirohen ata njerëz. Ne fatbarësisht se i patëm dëshmitar të mbrojtjes, e kom fjallën të mbrojtjes tonë shumë të mirë, kënë ndërkombëtarë gjithë tregun për Ushtrinë Qendrore të Kosovës, gjithë tregun për figurën e presidentit edhe Bacit Jakub edhe të Kadri Vesilit edhe Regjip Selimit kur kanë qenë ata në luftë. Do të thotë le që kanë qenë në luftë për vendin e vet, po në poçë kanë bërë, poçë kanë bërë, kanë shpallë pavarësinë. Shpresoj se do të lirohen ata. Unë e dim çka kërkon prokuroria. Padyshim prokuroria ka më kërku. Për mi dënu, ne e dim edhe advokati e këtyre viktimave, çka kërkon ato e dim, për këtyre dyve presim kur, po ne presim gjithmonë për gjyqtarëve. Do dhosh Zoti se gjyqtarët mos vinë prej prokurorëve edhe e matrapazëve njerëzve, të marrin vendim të drejtë, një vendim pozitiv të qyra unë pozitive të Ushtrisë Qendrore të Kosovës. E shpresoj që ata në maj vinë ta festojmë ditën e tyre kur të lirohen ata. Mas pari inshallah vinë familjen e tyre, tani vinë në rrethin e shoqërisë dhe të Kosovës.